Faleminderit shumë i nderuar drejtor Dibrani, i nderuar ministër në detyrë zoti Sallau, i nderuar nënkryetare e Kuvendit zonja Agjiu, i nderuar general Barbano, i nderuar ambasador Megryk, udhëheqës të institucioneve të Kosovës, avokati i popullit, drejtori i AKI-s dhe të gjithë ju të pranishëm. Asnjë shtet nuk mund të qëndrojë i drejtë pa forcën e rendit, të ndërgjegjës dhe të drejtësisë. Shërbimi korrektues i Kosovës e mishron këtë secilën ditë. Është nder i veçantë të jem sot këtu me ju, në këtë ditë që shënon një moment të rëndësishëm për shtetin tonë, pra 26 vjetorin e shërbimit korrektues të Kosovës. Ky shërbim, edhe pse pak i dukshëm për publikun, në botën demokratike njihet si një nga hallkat më të rëndësishme të shtetit modern, sepse shtetet testohen edhe për mënyrën se si trajtojnë ata që kanë gabuar. Kosova falë punës suaj ka dëshmuar pjekuri, dinjitet dhe profesionalizëm. Në këto 26 vite, shërbimi korrektues ka dëshmuar se drejtësia nuk kufizohet vetëm me dënim. Drejtësia është përgjegjësi, është ndërtim dhe është besim. Ju, zyrtarët e këtij shërbimi, çdo ditë punoni në një mjedis sfidues, ku kërkohet vigjilencë e lartë, stabilitet emocional dhe profesionalizëm i palëpundur. Ky është një profesion që kërkon zemër dhe humanizëm. Fal punës suaj të mbështetur në mekanizmat e drejtësisë, sot kemi një sistem korrektues që fokusohet jo vetëm në ruajtjen e rendit, por edhe në rehabilitimin, edukimin dhe reintegrimin e personave të dënuar. Shërbimi korrektues i Kosovës është dëshmi se si një shtet i vogël mund të ndërtojë institucione të mëdha e të forta, të cilat çdo ditë nderojnë shtetin me seriozitetin, integritetin dhe profesionalizmin e tyre. Që nga themelimi i tij, shërbimi korrektues i Kosovës ka kaluar në fazat shumëta transformimi, profesionalizmi dhe modernizimi. Në çdo fazë përgjegjësia ka qenë e madhe sepse misioni juaj është i ndërlikuar dhe kërkon standarde të larta etike e profesionale. Shërbimi korrektues është institucion ku bashkohen drejtësia, humanizmi dhe përgjegjësia. Pikërisht për këtë arsye puna juaj ka rëndësi të madhe sepse ajo prek jetën e njerëzve, ndikon në rrugën e reintegrimit të tyre, si dhe ndihmon që shoqëria jonë të jetë më e sigurt, më e fortë dhe më e drejtë. Zonja dhe zotrinj, pavarësisht vështirësive, ju keni dëshmuar në mënyrë të vazhdueshme se jeni të përkushtuar ndaj detyrës dhe ndaj shërbimit të vendit. Sot gjithashtu është momenti tuaj të përmend edhe mbështetjen e fuqishme që i është ofruar shërbimit korrektues nga vendet aleate dhe nga organizatat ndërkombëtare. Mbështetje kjo që dëshmon se puna juaj është vlerësuar edhe jashtë kufive tonë. Shërbimi korrektues është pranuar si antar në rrjetin evropian për burgje dhe shërbime korrektuese Europris, arritje kjo shumë e rëndësishme, që tregon se instituti ynë i burimeve për zbatim dënimeve funksionon edhe sipas standardeve ndërkombëtare. Shërbimi korrektues po ashtu ka fituar çmimin ndërkombëtar për ekselencë në International Corrections and Prisons Association në sektorin e rehabilitimit dhe kujdesit shëndetësor, duke treguar për kushtimin tuaj për cilësi dhe standarde të larta. Në dritën e këtyre sukseseve, mbështetja ndërkombëtare nuk është vetëm fjalë, por është investim në institucionet tona, është besim në kapacitetet tuaja dhe është sfidë që mos të ndalemi edhe në rrugën përpara. E ju keni treguar se mund ta përmbushni çdo herë këtë besim. Të nderuar pjesëmarrës, sistemi korrektues modern ngrihet mbi konceptin e risocializimit. Qëllimi përfundimtar i dënimit nuk është vetëm dëshkimi, por krijimi i kushteve që personat të kthehen në shoqëri si qytetarë më të përgjegjshëm, me mundësi më të reja dhe po ashtu me perspektivë më të mirë. Prandaj puna që bëni ka ndikim të drejtë për drejtë në parandalimin e recidivizmit, në forcimin e paqes sociale dhe ndërtimin e një shoqërie më të drejtë e më të sigurt. Në këtë mision roli juaj është thelbësor, si në punën me të burgosurit, në administrimin e institucioneve, në sigurimin e proceseve të brendshme, apo në krijimin e kushteve të nevojshme që drejtësia të zbatohet me integritet. Ju i shërbeni shtetit, por njëkohësisht i shërbeni edhe shoqërisë, përmes punës që shpesh mbetet e padukshme, por gjithnjë me ndikim të madh. Në këtë 26 vjetor dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për të gjithë ju që vazhdoni të japni kontribut të çmuar. Mirënjohje me respekt të veçantë dhe për ata që kanë shërbyer në periudhat më të vështira, në kohë ndryshimesh të mëdha,
dhe që kanë ndihmuar të ngritet ky institucion në nivelin ku është sot. E falenderimi më i veçantë nga unë sot vjen për gratë që shërbejnë në këtë institucion, e të cilat janë përballur me sfida të jashtëzakonshme përgjatë këtyre 26 viteve, por që sot përbëjnë do të thoja shtyllën më të fortë të këtij institucioni. Fale dhe përkraje se ish ministrës drejtësisë tani në kryetare ku vendit, kemi gati 300 gra në këtë institucion, një ndër përqindjet më të mëdha nga të gjitha institucionet e tjera. Dhe natyrisht që secila prej tyre ka dhënë kontribut të jashtëzakonshëm për të gjitha sukseset të cilat po i festojmë sot. 26 vjet shërbim korrektues do të thotë 26 vjet përvojë, sfida dhe fitore. Do të thotë mbi një qerek shekulli profesionalizëm në shërbim të të drejtave të njeriut, në shërbim të sigurisë, rendit dhe ligjit. Le të vazhdojmë ta ndërtojmë këtë institucion si një shembull me standarde që nderojnë shtetin tonë dhe i afrojnë qytetarët tonë më shumë me Kosovën që duam, e cila është e drejtë, e sigurt dhe evropiane. Urime 26 vjetori i shërbimit korrektues të Kosovës, faleminderit për punën, profesionalizmin dhe për kushtimin tuaj të përditshëm ndaj Republikës sonë.